Mercedes-Benz, në Meksik. Po, kemi qenë në qytetarë, Mercedesat I kemi në Ragë. Shumë bukur, hajde futmi mbrenda. Hapë të verën aty, apo është shumë ngushtë? Jo, mundëm. Sa makina I ke? Këtë edhe I tjetër veturë zezë, veturën bukur. Kam me një këtë e përdor më tepër nusja, edhe se është më e rahatshme, unë kam I tjetër një Mercedes tjetër të zi. Po që I blem pak me kredi, me shlyrje, me punën që I bëjmë, mund t'i bësh didaktet, mund t'i bësh dedusible, domethënë ato pagesat e makinës, se unë kam nevojë që një makinë për punën që kemi me real estate. Suksesi I shqiptare me patundshmëri në Meksik. Përshëndetje Shqipe, si e? Përshëndetje, Gjergji Papa, nga Tirana, rrit në Tiranë, deri në moshën 17 vjeçë, pastaj morëm emigrimin nga Greqia, në Amerikë, New York, studium aty dhe kam këtu në Meksik që në vitin 2002, 23 vjet po thujse, I martum, gruan e kam nga Meksika me 2 fëmijë, Adrianin dhe Marielen, në 20 dhe 19 vjeç, të 2 student ke UNAM, Universiteti Statali I Meksikës, I shtetëror. Ne kemi një biznes familjar me real estate imobiliar dhe fokusohemi në ndërtesat e reja, pallatet e reja këtu në Mexico City. A kanë vizitua Shqipërinë ata akoma? I kam sjell fëmijët që të vegjël në Shqipëri, që u kanë qenë 2 vjeç, 3 vjeç, I kam regjistruar, janë shtetas shqiptare gjithashtu dhe kur I pyes babi çfarë ju pëlqen më tepër, kush ju pëlqen më tepër në Europë nga shtetet që keni pa Shqipëria, më thënë. Kanë qenë Greqi, Itali, kemi qenë pothuajse gjithë Europën, përveç shteteve tjera, Shqipëria I kalon bresa. Pse? Sepse njerëzit ecin me dur të hape, më thot çuni, sepse më thot goca që njerëzit vishen shumë bukur, vajzat janë shumë bukura dhe vishen shumë bukur, edhe I pëlqen mikpritja që I kanë shqiptarë, që janë të afrushëm, I kanë përkthel, I kanë majt hopa, I kanë ngel me ato bresat e Shqipërisë, se ngrenë Shqipërinë shumë lart. Si ja filloi profesioni yt me patundshmëria, që sa kohë mirësh? Shumë pyetje interesante. Kur erdha në fillim në Meksik nga Amerika që vija për pushime, pash zonën e veriut Meksikës, pash Baja Californian, pash një zonë që quhet Puerto Vallarta, edhe bëni përshtypje, tokat ishin shumë të lira, tokat për të ndërtim. Pyesja dhe sa kushton kjo tokë? Një tokë 200-300 metra katror, 400 metra katror kushtonte $5,000, 100,000 pesos për shembull. Do të flasim këtu 22 vjet përpara. Edhe mu ngjall interesi I shitblerjes të tokave, domethënë edhe të shtëpiave. Fillova se duke pyet sa kushtojnë, edhe fillova të njihem me merkaton imobiliar në Meksik. Ku erdhëm pastaj Mexico City, ku njofta gruan dhe krijum familje. Atëherë gjithmonë pëlqeu, domethënë të jemi informuar për çështjet e tokave, ndërtimeve, edhe pash interes sepse kishte shumë shitblerje. Kishte kjo merkato, kishte domethënë demand, kishte kërkesa. Edhe duke pas kërkesa e shfryzova momentin, kur ka kërkesa ka dhe shërbime. Shfryzova momentin, krijova agjencinë imobiliare dhe që prej atëherë merrem me shitblerjen e tokave, apartamenteve të kompanive që ndërtojnë godinat e mëdhaja me nga 150, 250, 300, 400 apartamente dhe I menaxhojmë komplet procesin e shitjes, shitblerjes, publicitetin. Shqiptari I suksesshëm me patundshmëri këtu në Meksik. Ja Gjergji aty me klientët e tij. Pamje fantastike Mexico City, qyteti të Meksikos. Rreth. A ke menduar mu kthy në Shqipëri me punu diçka tillë si me patundshmëri? Për momentin jo, shkoj në Shqipëri shpesh për vit. Për momentin nuk mendoj të kthehem në Shqipëri për të marrë me punën e real estate, për arsye se janë çmimet e larta, sidomos të ndërtesave të reja që kanë ndërtuar, shumica e tyre janë bosh, çmimet janë shumë të larta për konsumidorin shqiptar. Pastaj pika dytë është kam kalamajt akoma I kemi në shkollë të universitet, ndoshta në një të ardhme kur merkato në Shqipëri e real estate të jetë më atraktive, më tërheqëse, edhe mund të kthehem. Po merkato Meksikës është shumë e madhe, janë 130 milion banor që jetojnë në Meksikë dhe ka shumë punë, me thënë drejtën. Meksika ka shumë punë me real estate sepse gjithmonë ka shku sipër trajektoria e çmimeve me real estate-it, si kërkesa dhe çmimet. Këtu jemi në zonën që quhet zona del Valle Sur, është pjesë e delegacionit Benito Juárez, qytetit e Meksikës, një zonë rezidenciale, zonë familjare. Këtu kemi dhe nga ana e djathtë kemi dhe pallatin më të lartë rezidencial që është bën gjithë Amerikën Latine, që quhet Mythica. Është një rezidencial nga më të mëdhajat, më I madhi faktikisht në Amerikën Latine. Këtu përballë kemi vendin edhe gazetën e famshme të Meksikës Reforma. Dhe është vendi I tyre, domethënë I lashtë që kur u kriju kjo gazetë më tepër se 100 vjet përpara.
ti këtu? Kjo është një nga ndërtesat që e kemi në ngarkim për t'i shit. Ja shitur 50% të volumit, kanë ngel për t'u shit edhe ca apartamente tjera që janë interiors, të mrençme. Tani po futemi ke parkinget janë bollshme, janë të mira. Estimada, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias. Viene conmigo también, no te preocupes, viene conmigo también el de atrás. Sí, sí, seguro. Gracias. Aquí estamos entrando en el estacionamiento, po futemi ke estacionamiento, ke parkingu. Ky është një nga pallatet që ka kalifikacion Edge. Është një ndërtim shumë i sofistikuar edhe shumë i sigurt, pasi Meksika është zonë tërmetesh. Edhe këtu kemi parkinget për shembull janë me 2 kate, me 2 nivele. Ka 4 nivele vetëm parkinge. Parkinget janë të 2 llojesh, domethënë me ashensor dhe pa ashensor. Këtu ku jemi tani kemi parkinget, do futemi ky parkingu që kemi. Për këto apartamente që kemi 2 apartamente tani që i kemi promovim për t'i dhënë me qira. Qiraja është 38.000-40.000 pesos muj, cilat janë aty ke $2.000 paga shumë. Ku janë të kate 8, ku janë të amenities. Amenities janë amenidades, tu ka shumë gjëra, që po shej. Se për zoni Ku kena i zonë për A që përfshin tu? Palladi nga Sky Park, San Lorenzo. Janë zona komune që mund t'i përdorin gjithë si pronarët, ashtu dhe ato që për fëmijë, qira rezidentët. Çdo gjë është me digital, që mos ketë. Si dhe? Ky është një nga këto apartamente që janë më të mira të palladit, është penthouse, PH, ka di fundit, ka di tet, me 2 dhoma kuzhinë, balkonin, është balkoni gjatë, domethënë del balkoni nga 2 dhomat. Është një zonë prime, zonë Colonia del Valle Sur, Benito Juárez, Ciudad de México. Aty kemi qa shifri përballë, është komplet reforma, rruga Reformës që është e famshme në Meksik. Aty është World Trade Center i Meksikës, që duket ka një restorant sipër që rrotullohet si Shqipëri, Tiranë. Edhe kemi këtu gjelbrimin e pemëve shumë bukur, i gjojnë zojtë mjes, është pemë shumë. Sa kushton ky apartament? Ky apartament kushton tani pothuajse aty për afërsi 7 milion pesos janë $350.000 paga shumë. $350.000. $350.000, po. 320.000 euro ndoshta është. Bukur. Që 2 dhoma xhumit, a? Janë gjitha amenities, gjitha ato janë luks, komplet, pllaka, banjo, kuzhina. Tu përdorin një sistem groje që e përdorin duke kur hapet ujti, po e detekton atë ujtin e nxehtë, vjen funksionim automatik. Ngrofja është teknologjia e fundit, edhe ngrof ujtin vetëm kur e detekton ujtin e nxehtë. Ja që të shumë, ala pashe. Ajo, po janë ja 2-3. Ka veturje pa. Ka veturje me ligë. Zuar. Edhe ti kape. Kape, hajde, zuar ti kape. Shnede për qenë. Mirë. Shne,